Hello friends, welcome back and happy Friday. Today it's my 9, day 9. Ja ku jemi këtu. Today it's third angel, holy third angel, kështu që do ta festojmë edhe angelin e tretë, kështu që pa humbur ku po fillojmë e të shohim që është edhe sot. Një shpresë e vogël e diellit, shpresojmë që do të ketë diell më tepër sot. Hijet e bukura tani me këto dekora plus disa dekorave të tjera të cilat kemi vendosur për alvën, qirinjt. Sa bukur. Edhe kjo këtë. Super. Fantazi. Edhe që të kemi vendosur këto. Bukur. Kështët. Ja pra dielli i mëngjesit të sotit me datën 9. Dhe lulet e mia të bukura të cilat edhe po e shohin edhe sot diellin. Shumë bukur. Shiko se kjo se si më ka bërë. Mama mia. Ose e kom po në Francë, akoma e kom. Ja pra sot koha duket se do t'jetë me re edhe dielli, por të shohim se si do të shkoj kështu. Shiko, lulet e mia të cilat kjo akoma është duke hap, dhe këtu kanë hapur 2 copa derisa kjo ka përfunduar. Por i ka hapur 2 copa të tjera të reja. Jenë shumë i tash e kemi edhe një këtu për të hap dhe pastaj të shohim, nuk do të kemi më njerë lule. Wow. Do thënë kemi këtë dhe të shohim zhvillimet e kësaj këtu. Shiko që sa ditë e kom vendosur edhe këto, po nuk kom mujt me tregu. Shiko ku është edhe kjo suku këtu tek dera. Që të edhe e kam lënë këtu foren e nga era kjo posible. Shiko edhe kjo se sa bukur është tani për momentin. Kanë hap 3 lule të reja dhe fantastike, po duket edhe kjo këtu brenda. Dhe si duket nga drita dhe bukur është shumë. Ka fleta të bukura të mira dhe kemi vendosur në qito që shtët edhe në qito që e komple mamaja ime ka vendosur direkt në këta dhe të shohim se si do tjetë. Edhe qito po du mi tregu, shikoj kam largu qirion më në fund nga këtu, ka që 2-3 ditë edhe shiko se sa bukur kjo më kam bit tani për qirinjt e tjerë dhe shumë po më pëlqen. E kam marrë edhe një tjetër another që tash po ju tregoj. Shiko, ja ku e kam marrën edhe këtë tjetrën këtu dhe janë 2 copa të njëjta tani. Shiko, kjo është me qirinj, kjo pa qirinj dhe dua të marrë edhe një të gjelbërt këtu pa t'i bërë 2 copa. Dhe shiko se sa bukur. Po pra, ja ku jemi edhe një video tjetër sot me të 9-tin për shkak të angelit të tretë. Kështu që do ta festojmë 4 angelit përpara ditëlindjes dhe alvonit. Kështu që edhe sot e kemi angelin e tretë edhe pastaj me të 12-tin, me 12 e kemi full holy moon in a maj. E të shohim ato të bëjmë ndonjë gjë për maj, për moon, edhe kështu që të shohim si do t'ja bëjmë edhe për moon. Por sot e kemi një tjetër video dhe do t'a kryjmë edhe këtë video. Po dalim edhe të shëtitim kur të kthehemi dhe qëto po du me hekën ru edhe me hekën imagine di San Giorgio edhe të shohim pastaj me bo edhe ritualin e angelit të tretë.
Shiko gjelbërimi në qytet, ka marrë pamje tjetër dhe shumë bukur po tukët. Është edhe kjo pjesa tjetër, së bashku me këtë pjesën tjetër të pemt, fantastik. Qëtë zajt po këndojnë, është një si ujë i vogël, qëtë që se shumë interesant është kështu. Shiko, si që atë qenë i bukur, është i vogël, i ri, edhe përin këtë. Sa interesant. Fantastik është. Shiko ku janë. Sot për lumbat. Dhe bukura. Shiko se si është me ra. Gjithandi edhe kanë zonë djelin. Ja ku jam tani këtu dhe po shikoj jashtë i marrë nga qyteti ka një kohë të gjatë edhe e ndiza qirion këtu mrena kështut edhe po e vendos këtu tek altari për shkak se po dojmë me celebru edhe Angelin e tretë. Okej, ja ku ka ardhur edhe koha për ta celebruar edhe Angelin e tretë. Ky është Angeli i tretë, është Angeli i lutjeve, pas ardhjes së Angelit të parë, pastaj lutjet e shenjta, zbritjet e lutjeve dhe tani lutjet e Angeli i lutjeve i përqërimit, të thojmë kështu i. Dhe ja ku është kështu, ta bëjmë një foto edhe ja ku jemi këtu. Kemi ndes qiriun, e kemi ndes Angeli i tretë, na ka mbet vetëm edhe Angeli i katërt, Angeli i lajmërimit dhe e përfundojmë me Angelin. Qëtu është mirë, qështu unë kam vendosur edhe qëto, shiko, bukur shumë dhe i kam vendosur qëto një, qëtu e kam vendosur këtë rojën këtu, Malta, afshe rojet e Maltës, qështu, edhe qëtë lugën qëtu, shiko, që kjo qëtu e arit dhe përim bukur shumë mirë, si dhe qëtu, shiko, që kjo me qirion dhe që kjo me qirion këtu, të nuk ka asgjë dhe qështu, ju kom tregu sot edhe këtu, që i kam vendosun edhe qështët, kjo është pra, altari si vjetë kështët është, edhe aty është happy birthday, edhe këtu është Angeli i tretë. Shiko, pa e shikoja qëto, edhe qëto është, cilën kanë ardhë kjo candy këtu, edhe deri nalt këtu, cilën po vendosin edhe katin e fundit këto, dhe shiko se sa e madhe është bërë, kështët, edhe shiko që njerëzit këtu, ullën,
Oh my god. Edhe po rinë këtë ullën. Shiko. Edhe koha u hapën, tani mo nuk është shumë vrënd, edhe kështu të mirë. Shiko se sa bukur po rinë që të dyja, edhe kjo është me këtë qirion e plot këtë, edhe kjo është me këtë qirion tjetër këtë, edhe shiko se sa të bukura dy lale që si tulipan, dhe fantastike po duken, me bli edhe një të gjelbërt green, kështu që mi bo 3 copa apo me 2 copa, kështu shumë bukur por i kanë këto dy tulipan të në këtë ngjyrë këtu. Pastaj do ta largojmë edhe këto, do ta ndesim. Quindi non possono certamente essere frequenti, anche se qualche volta lo sanno che hanno questa responsabilità, che avranno questa responsabilità. Quindi possono anche cominciare a informarsi sulla Chiesa universale, sui contatti con gli altri e così via, e non arrivare così pienamente impreparati. Di una diocesi e altre, però è il titolare di una chiesa romana. Sì, infatti domenica scorsa alcuni cardinali sono andati nelle chiese, insomma, di loro titolarità a celebrare la messa, alcuni conoscono anche perché hanno già partecipato più di un conclave, conoscono anche I parroci di Roma e i vescovi delle regioni vicine. Poi man mano con le possibilità dei viaggi si è aumentato. Il primo grande momento di apertura internazionale è stato con Pio XII alla fine della seconda guerra mondiale. Allora cominciavano a esserci viaggi in aereo e in nave e il collegio dei cardinali è stato molto internazionalizzato allora per la prima volta. Ja ku jam këtu edhe po tu me vendos që tu mi regullu që tu edhe qështut ishin nalt edhe ishin duke ndajtur. Qështut edhe këta, edhe pe përfundojmë për sot videon, po bëhemi gati edhe qita qëtu. Po du me regullu që kam flajt këtu. Sot pas dite edhe po shkojmë natë me flajt, me pekrym videon, pe përfundojmë videon. Okej. Kështut, kaq. Kjo pra është edhe tëra, sa i përket edhe kësaj video që kemi përgatitur sot për Angelin e tretë. Gjithë ju që pëlqen video mja, bëni like, bëni subscribe për një pa të që da video mja në kanalin tim Lifestyle Channel. Bye bye and see you next video.